të gjitha të vendat, po përsëris, është një gazetar nga më të mirë njohurit në Shqipëri dhe nga më të njohurit në Shqipëri, që merret edhe me këtë, është marrë matë punë, po a them edhe këtë, edhe më ka thënë në tavolinë, në prani të 7-8 vetave. Janë të gjitha faktet për ta zbardhur, për t'i dhënë fund asaj pune. Ka urdhër politik dhe me marrëveshje politike, tinës ne, duke bërë si kundërshtar dhe duke qenë aleat, siç ne kanë bërë gjithmonë, duke atallur, e mbajnë të pazbardhur. Unë uroj që një ditë vetë Domani në këtë prag në fund të mandatit të tij, sepse atë nuk do e lënë, për t'i treguar popullit shqiptar se sa bëri për ata herojë, për ata njerëz që i morën me qallë dhe i vranë, për t'i treguar popullit shqiptar dhe gjithë shqiptarisë se sa i Zoti ishte dhe si e bëri vendin, siç bëri në dikush në Kroaci, tjetri në Rumani, e sa të tjerë. Edhe Domani, nëse është tamam në pozitat që duhet, ai dhe ndonjë tjetër afër tij që do të bëjë diçka për këtë vend, ta çojë autoritetin e këtij populli në atë ku duhet, në atë cak ku duhet, të merret me të, e ka shumë kollaj për ta zbërthyer dhe mos të dëgjoj me politikë, se kjo s'është politikë. Në këtë stat ku jemi ne po e kuptojmë që kemi rënë në parapolitikë, se po të shkojmë në bazën e parë, në fillim, kur kemi arritur të kemi si personalitetet kryesore, si kuaj race të politikës shqiptare, Alfred Belerin dhe Ilir Vrenozin, mirë ne për këtë politikë, mirë ne për këta politikanë. Dhe që të mos themi mirë ne për Shqipërinë, zoti Domani, uroj që të merret seriozisht me atë punë, edhe t'jap se nuk është vonë, pas 31 vjetësh, do shikoj krahasoj shtypin grek, me një gazetat dhe gazetarët libra që janë shkruar, me njëra tjetrën, edhe të thanat dhe të gjemat në Shqip, edhe e kollajt është e punë, edhe nuk mos ju duket çudi që brenda pak kohësh, ndoshta çështje muajsh, mund të shikoni eurodeputet që të kaloj derën e SPAK, i lidhur, se për të kaluar ka më shpejt, mos u habisni nga këto që themi. Të kalojmë pak te fushata elektorale, ku ka pasur ditët e fundit një komunikim interesant mes kryeministrit Edi Rama dhe korçarit të njohur Ilir Vrenozi. Ju si e keni parë këtë lloj komunikimi në këtë lloj tallavaje të fushatës politike? Po, pse nuk e bën komunikimin me ju? Sepse me atë e ka me të lehtë. Shiko, në qoftë se e ke që e madhe është se e thamë dhe më përpara, kur e ke ngritur karrierën politike mbi llumin do marrësh, do mbledhësh gjithnjë e më shumë llum për të ngritur lart. Dhe në fund në llum do zgjitesh. Po asnjë nuk e kishte pritur. Asnjë nuk e kishte pritur që Edi Rama do shkonte dhe do kërkonte sa i mund tjetër dhe me një lloj marifeti, se këto për marifete janë të vetmi, se këta për marifete dhe me gjëra të tilla, vogëlsira të tilla e kanë mbajtur pushtetin 30 sa vjet. Edhe Berisha nuk ja merrte mendje që Berisha do shkojë dhe do bëj aleancë, do bëj të pamundur me Belerin. As me Rama nuk ja merrte mendja se ka sa të duar Shqipëria, djemë dhe vajza. Mirë po, çfarë do të thuash me këtë? Si bie? Në qoftë se merr në intervistë ose në portal një njeri që ka një vlerë në shoqërinë shqiptare, që është vlerë, atëherë Edi Rama do e erësoj. Edhe Berisha, në qoftë se do merrte njerëz me vlera atje, do e erësonin Berishën. Ata janë të erësuar dhe të nxirr. Janë dy delet e zeza. Vetëm thjesht me qëndrimin që kanë mbajtur ndaj Belerit, Tirana e ka një pikë të bardhë. Po ata janë në nxirr, janë bërë në nxirr nga 35 vjet. Ata kishin qenë shenjtur që s'kan qenë asnjëherë se janë bërë. Pra kur shikon edhe një herë këta dy personalitete që fillojnë dhe mbahen, i duan afër këta të dy, sepse duke e parë veten Berishën, duke e parë pranë në krah të Belerit, atëherë duket Berisha më i mirë. Duke e parë Ramën në krah të Vrenozit, në fund të fundit Rama është piktor, din të shkruaj, din të flas. E kush është Vrenozi, një hiç, prapë se prapë, del sikur del një njeri i rëndësishëm. E dini se kush është karakteristika bazë e ordinerëve, e njerëzve ordinerë, e njerëzve pa personalitet, e njerëzve pa karakter. Njerëzit pa karakter, njerëzit pa personalitet, njerëzit pa dinjitet,
kanë një tipar dallues. Tipari dallues i tyre është që ata zgjedhin shokët më të poshtë nga vetja. Njerëzit që kanë karakter, që kanë dignitet, që kanë personalitet, gjithmonë i shikon të shoqërohen me njerëz më të mirë se sa vetja e tyre. Këta të dy e kanë humbur dignitetin, e kanë humbur autoritetin, e kanë humbur personalitetin. Dhe shkojnë e merren me disa njerëz poshtë tyre. Po të shkosh te 313 në këto momente, afër tyre, ata kapot e mëdhenj, kanë ca qerra. Njëri i lanë të brendshmet, njëri i lanë çorapet, dikush që është pak më i privilegjuar i sjell bukën, edhe i kanë atje. Kjo sjellje i nderuar gazetar dhe ju zonjë zotrinje e këtyre me Beler e me Ilir Vrenosën, i ngjan atyre të 313-ës. Duhet ishin atje, po është faj im, faj juaj, faj i të gjithë neve, që nuk i kemi quar atje. Dhe na sjellin atje si model të shoqërisë, Alfred Belerin, njeri, dhe Ilir Vrenosi tjetër, që s'na bie një damblat të gjithë. Nëse do ishit ju në zyrën e Edi Ramës, ball për ball me të, çfarë do t'i thoshit konkretisht për këto 12 vite qeverisje? Këtu do folim me emra ne. Këtu do folim me emra. Unë nuk do i thoja për 12 vite të qeverisjes, sepse nuk ka qeverisur. As ky as Berisha, ata e kanë mbyllur me përpara. Shiko si është puna. Sepse Rama, për shembull, po të ishte një njeri që e don mendimin kundër, do më kishte mua në studio. Nuk është tur, po ndoshta nuk e di, po mund të kishte mua në studio. Po kjo nuk bëhet. Edhe një gazetar, atë gazetarin e mirë njohur, unë i bëra një pyetje dhe i them unë se do ta bëjmë muhabet personalisht në mënyrë private, unë do ta tregoj, po kështu publike nuk e tregoj dot sepse jam i porositur që mos ta sjell në mënyrë publike atë. Kurse kur jemi bashkë privatisht do e diskutojmë kur takohemi poshtë, ku jemi takuar në qendër diku tjetër. Para pak ditësh unë kisha vërtet probleme ekonomike, mirë po duheshin intervistuar ushtarët, ish ushtarët e peshqepisë, sepse mbi ata mund të ngrihet një argument, janë të regjistruar në celular, janë në YouTube tani, janë diku tjetër. Unë nuk keq asnjë fjalë prej tyre, se nesër pas nesër bëhen përgjegjës. Dhe kam shkuar, edhe i kisha thënë këtij gazetarit, unë do kërkoj ndihmën e Gjergj Lucës. Me ndiqme dhe mendje, duke e parë si patriot Gjergj Lucës, do kërkoj ndihmën e Gjergj Lucës, djalin e Rek Lucës Gjergj, pavarësisht nga të përmendur. Dhe vete unë tek Rëzafa në Elbasan, drejt tani, se unë jam dilaveri mua me intervistoni sepse i them gjëra drejt. Vetë atje, dhe rastësisht më takon mua të takohem me Blendi Mane. Blendi ishte aty, me ftojnë tavolin, ujnë e kisha me vete, ujë do pija unë, se s'kisha për të ngrënë e gjithë, ku e ka mund të rezit aty në punëve, edhe i tregojnë njerëzisht, një 2 javë për para, kështu, kisha përshkuar në Gjirokastër dhe në Berat, ishte edhe në Fije, nuk kisha lek, dhe i them, kam ardhur këtu për të kërkuar ndihmë nga Gjergj Luca në qoftë se më ndihmon me 200.000 lek të vjetra, se nuk me mjaftonin parat për të shkuar. Edhe më thot mua Blendi Mane, unë tha për momentin nga ato 200.000 lek të vjetra, unë do t'jap ty vetëm 20.000 lek thaj. Po jo i thash unë, se erdha për të vënë në gjobë. Jo thaj, të 20.000 kam mundësi unë të t'jap që tani, që t'i kesh për një rrugë të shkurtër. Dhe me ato lek kam shkuar herën e parë të shtëpijarës së Ngjinit, të Ngjerit, ushtarit të vrarë në Fijer, me lekët e Blendi Mane.